Djetari njëri Ibn Qayyim al-Jawziyja rahimahullah thot, në qoftë se një rob e don Allahun, mone men këtë fjallë mos harroni. Në qoftë se një rob e don Allahun, atëherë ky njeri e para çka ndodh ai? Të gjitha hamendjet për t'ju nështru Allahut largohet. Nëse dashuria ja flok hamendjet. Në qoftë se për shembull je në shtëpi edhe ndëgjon thirrjen e fëmijës tën jashtë është rrezik. A hamendesh tash po thirrë të lajmet një këshill ka dalë njerë, a hamendesh? Jo, s'hamendesh. Edhe bukën e lën gjys. Madje ndoshta mush me ti me qenë në tesha gjumit dhe me dalë në rrugë me fysh çka po ndodh, nga se dashuria ndaj tij ka larguar dhe ka flok çdo hamendje për të përgjigjur atë. Andaj sot na kemi hamendje. Hamendje unë kisha përgjigjur, unë kalon këtë punë, po tani prishet këtu. Unë kisha bukë, po tani çfarë bëj kësaj? Kjo është mungesë dashurie atë. Andaj nuk duhet të hamendemi. Kur Allahut na thret të përgjigjemi, nuk duhet të hamendemi. E çka e flakët hamendje? Dashuria ndaj tij atë. Sa më tepër e don, më tepër flakët hamendja. Sa më pak ka dashuri, më tepër rritet hamendja. I ki dy menje, a mu përgjigj, a mu s'u përgjigj. Rritet dashurin, ta flak hamendje. E dyta që vije si pasojë dashurisë cila është përjetimi i ëmbëlsisë së adhurimit atë. Çdo adhurim ka ëmbëlsinë e vet. Është jamël. Sikur se e kam përmend ata që e kam përjetu, kanë shije. Nga se vetë pejgamberi ka thonë, dha ka ta'mel iman. Pejgamberi ka thonë, e ka shiju shijen e besimit, ka shije kjo, ka jamël. Gjithë adhurimet kanë shije dhe kanë përjetim të këndshëm. Dashuria e sjell përjetimin e adhurimeve që me lehtësi besimtari i kryen, me kënaqësi i kryen, madje me ëmbëlsi të skajshme i kryen këto adhurime. Dhe e treta që vije si pasojë dashurisë vëllai nderuar është se të gjitha ato që ndoshta ndodh njëri të sprovohet këtë botë, ti mungon diçka, qoftë nga shëndeti, qoftë nga aspekti material, qoftë nga mungesa ndër të dashurit, nga dhimbja, nga çdo gjë që e ka plan njeriu në këtë botë, dashuria ndaj Allahut xhallahu ala ja mundson që të gjitha këto të i kalojnë me lehtësi, të shkojnë me thjeshtësi. Ani është vështirë, po nëse Allahu ka caktuar kështu për mua, unë jam i pajtuar me këtë caktim të Allahut xhallahu ala. Çka të bën të pajtohesh me caktimin e Allahut? Asgjë, përveç dashurisë së madhe ndaj Zotit xhallahu ala.